Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hudhra me mjalt, receta që ju shpëton jetën, do trajtoni këto probleme shëndetësore. Hudhra është një nga përbërësit më të përdorur në kuzhinat e të gjithë botës. Shija dhe aroma e saj e veçantë harmonizohet me pjesën më të madhe të përbërësve që ne përdorim në kuzhinë, por shija e mirë nuk është funksioni vetëm i saj. Hudhra, e cila është përdorur që në antikitet për efektet e saj të shkëlqyera në organizëm, është provuar tashmë është mjaft e dobishme në luftën kundër infeksioneve të ndryshme, sëmundje kronike e të tjerë. Merit për fuqitë e saj shëruese ka alicina, e cila gjendet në të dhe që arrin të mbajë nën kontroll kolesterolin e keq, hipertensionin dhe shqetësime të tjera kardiovaskulare. Një mënyrë e mirë për të shfrytëzuar hudhrën është duke përzierë me mjalt, sepse i shtohen vlerat dhe efekti. Këto janë të mirat që ju do të përfitoni nga përzierja e këtyre dy përbërësve. Përmirësoni qarkullimin e gjakut, ul presionin në arterje, mban nën kontroll kolesterolin e keq, forcon sistemin imunitar, largon kollën, përshpejton shërimin në rast ftohje ose gripi. Si përgatitet? Përzieni 300 gram me mjalt me 10 lp hudhër të prerë në feta në një enqelqe me kapak. Lëreni në një ambient të errët për një javë. Përdoreni për një javë në mëngjes nga një lugë, të cilën mund ta hidhni në ujë të ngrohtë. Hudhra me mjaltin është një kombinim fuqiplot i cili mund t'ju transformojë në një shembull të shëndetit dhe të energjisë. Kjo recetë nuk të rëndon në buxhet, është e lehtë për të përgatitur dhe mbi të gjitha ndihmon edhe mirëqenien tuaj. Si hudhra, ashtu edhe mjalti janë përdorur prej mijëra vitesh në kura të ndryshme popullore mjekësore. Së bashku, hudhra dhe mjalti gjithashtu janë të fuqishme për shëndetin e njeriut. Vlerat e hudhrës kur konsumohet e gjallë janë shumë më të mëdha se ajo në formën e suplementit. Edhe nëse jeni dashamirës të hudhrës, sërish e keni të pamundur që ta konsumoni mjaftueshëm, por duke e kombinuar atë së bashku me mjaltin, ju do të keni vlera më të mëdha shëndetësore dhe ngronia e saj do të jetë më e tolerueshme. Mjalti është i mbushur me vlera shëndetësore, por kur ai kombinohet me hudhrën, e mban sistemin imunitar më në formë. Të dy këta përbërës janë një fuqi më vete për sistemin tuaj imunitar dhe konsiderohen si armik i të ftohtit, alergjive dhe gripit. Këtu ju do të gjeni të gjitha vlerat shëndetësore të mjaltit dhe të hudhrës si një recetë natyrale për forcimin e sistemit imunitar. Përse duhet të zgjidhni mjaltin? Mjalti është një antioksidant, antibakterial dhe gjithashtu një armik i mikrobeve. Ai është i mbushur njëkohësisht me vitamina dhe minerale. Në qoftë se ne do të zgjidhnim një term tjetër për të përshkruar mjaltin, ai me siguri do të ishte multivitamin. Mjalti mund të përdoret për të forcuar energjinë, sistemin imunitar dhe njëkohësisht pakson alergjitë, zbut kollën, fytyn e lënduar dhe gjithashtu lufton infeksionet. Përse duhet të zgjidhni hudhrën? Hudhra është fantastike fal vlerave që ajo ka kundër inflamacionit, baktereve dhe gjithashtu virozave. Hudhra përmban sasi të mëdha të manganit, kalciumit, fosforit, seleniumit, vitaminës B6 dhe asaj C. Përdoreni hudhrën për të ulur tensionin e gjakut, përmirësuar shëndetin tuaj kardiovaskular, ulur kolesterolin dhe metabolizuar hekurin. Hudhra me mjalt është receta e super vlerave. Pastroni dhe sterilizoni kavanozin. Përdorni një kavanoz të përshtatshëm për sasinë e nevojshme të hudhrës dhe mjaltit që do të përpunoni. Mjalti duhet të mbulojë thelpinë të hudhrës dhe të lërë një hapësirë fare të vogël në sipërfaqe. Përgatisni hudhrën. Qërojeni hudhrën e freskët.
priteni cepat dhe shtypeni thelpinjt duke lejuar përzierjen më të plotë të saj me mjaltin. Edhe pas disa javësh thelpinjt e hudrës ruajnë dëndësinë dhe fortësinë e tyre. Hidheni në kavanoz dhe mbulojeni me mjalt. Nëse jeni duke përdorur mjalt natyral, atëherë duhet ta ngrohni mjaltin në një enë me ujë të ngrohtë, si për shembull procesi i banjos Marie. Ndërkohë, mos e teproni me temperaturën sepse nxehtësia shkatëron vlerat shëndetësore të mjaltit. Mbulojeni thelpinjt e hudrës me mjalt dhe lejoni pak hapësirë në sipërfaqen e kavanozit. Mbylleni kapakun fort dhe lëreni ato të mbyllur kështu për disa orë në temperaturën e ambientit, e cila më pas duhet lënë për disa ditë dhe duhet futur në frigorifer. Ju mund ta përdorni hudrën me mjalt pas disa ditësh, por duhet të dini që shija dhe aroma e hudrës zbutet pas një jave ose 2 javësh. Thelpinjt do të qëndrojnë të pandryshuar në mjalt për muaj të tërë, ndërsa i konsumoni thelpinjt e hudrave me kalimin e ditëve, mos harroni t'i zëvendësoni me thelpinj të rinj. Nëse mjalti formon bulsa, është thjesht nga procesi i fermentimit. Nëse jeni të shqetësuar për bakteret në këtë formulë, atëherë keni parasysh që mjalti lufton mikrobet në mënyrë natyrale. Është e rëndësishme që të përdorni kavanoz të cilët janë super të pastër. Sipas ekspertëve, hudra mbetet një nga ushqimet më me vlera të larta shëndetësore. Shumë njerëz e duan hudrën pavarësisht aromës së saj. Ajo nuk është vetëm një shtesë e shijshme për pothuajse çdo vakt, por gjithashtu është e rëndësishme edhe për mirëqenien tuaj. Hudra mban dhëmbët e shëndetshëm. Hulumtimet kanë treguar se hudra është një trajtim i mirë alternativ për inflamacionin e mishrave të dhëmbëve. Hudra ka veti antibakteriale, antivirale dhe gjithashtu antikërpudhore, vetit antiplakje. Sipas hulumtimeve, hudra gjithashtu janë efektive kundër plakjes. Ne rritemi dhe bëhemi të moshuar sepse trupat tanë shndërrojnë ushqimin dhe oksigjenin në energji. Sidoqoftë ndonjëherë trupi ynë do të jetë paksa entuziast me këtë proces dhe do të shkatërrojë qelizat e tjera në proces. Nga ana tjetër, lëkura jonë do të bëhet më e butë dhe truri ynë do të bëhet më i ngadalë. Kjo është pasojë e stresit oksidativ. Në këtë raste, hudra mund të jetë një shtesë e dobishme për dietën tuaj. Era e saj bën që trupi të rrisë prodhimin e substancave në gjak, gjë që shkon kundër oksidimit tepër entuziast të qelizave në trupin tuaj. Këto substanca zakonisht njihen si antioksidues. Në këtë mënyrë, hudra ndihmon në ngadalësimin e shenjave fizike të plakjes. Hudra ju bën më tërheqës. Kjo mund të jetë në kundërshtim me instiktet tuaja, por në fakt është e vërtetë. Sigurisht të gjithë ne e dimë që hudra ka efekt edhe në frymëmarrjen tonë, por a e dini se aroma e trupit tuaj ndikohet edhe nga perimet? Sipas ekspertëve, kërkimet e bëra në vitin 2016 kanë treguar që ndikimi i hudrës në erën tuaj trupore në të vërtetë është kryesisht pozitiv. Pjesëmarrësit në një test të nuhatjes përshkruan aromat e njerëzve që kishin ngrënë hudhër si më pak intensive dhe më tërheqëse. Kjo mund të jetë për shkak të vetive antimikrobike të hudrës. Gjithashtu, bakteret që shkaktojnë erën e keqe të djersës vogëlohen kur hani hudra. Jeni të vetëdijshëm që kjo funksionon më mirë kur ju hani një hudhër në ditë para takimit tuaj. Hudra e freskët gjithashtu do të forcojë sistemin tuaj imunitar. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.